Në lidhje me situatën e krijuar në vend për shkak të përmbytjeve, ministri i Mbrojtjes Piro Vengu ka ndjekur nga afër situatën në qytetin e Durrësit, ku rreshjet e dendura të ditëve të fundit kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme. Vengu ka qenë i pranishëm në zonën e Unazës së Durrësit, një nga pikat më problematike, ku vijon puna intensive në mjetet dhe efektivet e komandës mbështetëse të forcave të armatosura për menaxhimin e situatës. Gjatë inspektimit, ministri kërkoi që bashkia të angazhojë skuadrat për të kryer konstatimin e dëmeve edhe në banesat e qytetarëve që ndodhen në emigracion ose janë me pushime dhe nuk janë aktualisht të pranishëm në shtëpitë e tyre. Nga ana tjetër, autoriteti rrugor shqiptar bën të ditur se gjatë natës rreshtet e shiut kanë vijuar në të gjithë territorin e vendit, duke sjellë rritje të intensitetit të tyre kryesisht në juglindje, ndërsa në orët e para të mëngjesit rreshtet e shiut kanë pushuar në veri. Sipas autoritetit rrugor shqiptar, në disa zona malore janë regjistruar edhe rreshje dëbore, konkretisht në aksen Boktheth dhe Qaf Mali Fierz. Si pasojë e kushteve atmosferike në disa segmente rrugore, janë evidentuar probleme me rënje gurësh dhe inerte në trup të rrugës. Në rajonin verior, vështirësitë janë shfaqur në akset Bajram Curri, Valbo, Ndushaj, Lek Bibaj, Sopot Kam, Qafmali Fierz, Ura e Fanit, Rëshen Shpal, Shpal Fusharrës, Hanihoti Dogana e Vermoshit, Sevaster Kalivaç, Kukës Shistavec, Shpal Hadroi, Kukës Krum, Skuraj Burrel dhe Peshkopi Vasie. Probleme të ngjashme janë konstatuar edhe në rajonin jugor në akset Lazarat Kardhiq dhe Elvin dhe Lekël Këlcyr. Autoriteti rrugor shqiptar thekson se kontraktorët janë në terren pa ndërprerje 24 orë në 7 ditë të javës me mjete dhe punëtorë për të garantuar pastrimin dhe mbajtjen funksionale të akseve rrugore. Gjithashtu ju kanë bërë thirrje drejtuesve të automjeteve të ecin me kujdes në rrugë dhe të shmangin lëvizjet e panevojshme.